Mund të njohë me shpejtësi me formacionet skuadra e Partizanit që vjen me Hoxhën në port, numri 12. Më pas Krasniqi, Ramani, Gzim Krasniqi, Udo, katërshja e mbrojtjes. Në mesfush Pliska, Maliqi, Antanasievic, Shyshmeri, ndërkohë në Xhipi do të jetë prapa me Mellit për ta mbështetur në sulmuesin Pogradecari, i cili dhe ky do të luajë përballë ish skuadrës. 4-2-3-1 është rreshtimi për skuadrën e Skënderbeut që vjen me Shej në port. Mbrojtja nuk ndryshon, ashtu si dhe një javë më parë me Radas, Bicaj, Arapi, Gimo. Ndryshime ka në mesfush Shkëmbi dhe Lila do të jenë përpara mbrojtjes, Alikaj, Tomić, Ereja dhe Muzaka, i vetëm në sulm është Andi Ribaj. Dimo, edhe një Alikaj në krahun e majt, pritet krosimi. Topi që vjen është i ulët në zonë, nuk arrin Tomić, është prapa. Momenti i parë i rrezikshëm. Gzim Krasniqi avancon vetë me topin e këmbë, tenton nga distanca, devijohet me Melli, provon të përfitojë kjo gjuajtje. Jashtë përfundon ai top. Antanasievic, topi që shkon tek Shkëmbi. Maliqi rikuperon pasër, kërkon vertikalizim për Memelli, pozicioni pa rregull, nuk vlen goli. Miguel Memelli. Pozicioni pa rregull, nuk është dakord me vendimin e Ergin Dodës. Krosimi vjen është i lartë në qendër, Bicaj fiton duelin në ajër, por nuk arrin të gjejë kuadratin e portës. Ditmar Bicaj nuk arrin ta shërbej në Xhipi. Pliska, 2 kundërshtar përpara. Pliska tenton këtë goditje me Melli, nuk arrin ta devijoj. Ai top që i kalon në mes këmbëve Miguel Memellit. Mundësia më e mirë në këtë pjesë të dytë. Krasniqi. Dushku për Memellin. Memelli përballë Dimos, Memelli në krah tenton goditjen, topi devijuar Shej. Pret Orges Shej, reagimi Sampajos. Dhe vjen këtu sinjalizimi i përpiktje e Enea Jorgjit të mbyll të sfidë, të super sfidë të javës së 21. Nuk ka fitues në Qemal Stafa.